Në një fshat të humbur mes malleve, ku era fliste me shtëpitë e gurta dhe heshtja kishte zë, jetonte Agjimi. Emri I tij premtonte dritë, por jeta ja kishte mësuar errësirën herët. Në oborin e shtëpisë rritej një lis I vjetër, në hijen e të cilit Agjimi kishte kaluar fëmijërinë, duke dëgjuar rrëfimet e plegshve për gurbetin, atë plagë të vjetër që nuk mbyllej kurrë. Shtëpia e Agjimit ishte e varfër, por e mbushur me dashuri. Nëna e tij e priste çdo mbrëmje me sy nga rruga, sikur ta dinte se një ditë ai do të largohej. Babai fliste pak, por shikimi I tij mbante peshën e viteve të lodhjes. Kur fjala gurbet përmendej, heshtja binte si mjegull mbi sofrën e vogël. Dita e largimit erdhi pa zurmë. Agjimi nuk e ktheu kokën pas, sepse I dinte se po të shihte lotët e nënës, nuk do të kishte forcë të ikte. Ai I vuri në shep një kryk të vogël dhe I tha me zë që I dridhej: "Kudo që të shkosh, zemra jote le të mos mbetet rrugëve." Babai e përkafoi fort. Ak fort sa t'i dukej se po e mbante për herë të fundit. Gurbeti nuk ishte tokë premtimi, ishte beton I ftohtë, net pa gjumë dhe ditë pa emër. Agjimi punonte derisa duart I gjakoseshin, por dhimbja më e madhe nuk ishte në trup, ishte në zemër. Çdo mbrëmje kur erësohej ai fliste me veten, sikur t'i fliste shtëpisë së tij larg, lisit dhe oksakut që nuk mësirte më tym. Kaluan vite. Agjimi u plak për para kohe. Parat shkonin në shtëpi, por shpirti I tij mbetej në rrugë. Festat I kallonte vetëm, duke dëgjuar këngë të vjetra shqiptare që I thienin zemrën cop-cop. Në ato qaste kuptoi se gurbeti nuk ta merr vetëm trupin, por edhe kohën që nuk kthehet më. Një natë, një telefonatë zgjoi nga gjumi. Babai ishte rënd. Agjimi u kthye me një frym, me zemër që I rrihte fort nga frika dhe malli. Kur hyri në shtëpi, pa nënën e thinjur dhe baban të dobët, lotët I rrithnin pa zë. Baba I tha: "Bir, njeriu jeton pak, mos e harshoj jetën larg vetes." Agjimi vendosi të qëndroj. Gurbeti I kishte marrë rinin, por jo shpirtin, në hijen e I. Lisit të vjetër, ai e kuptoi se shtëpia nuk është vendi ku fiton bukën, por aty ku pushon zemra. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Agjimi ndjeu se drita e emrit të tij po linte vërtet.